shumë e vështirë për një artist, për një aktor, me qajt, me qesh kur i kërkohet, me ndonë 100% jetën reale, private, me profesion. Nuk kemi robot, on-off, me bo jetën. Unë e mendoj që aktorët janë disa persona që realisht janë shumë real në jetë, bile mundohen 100% me nda profesionit në jetën reale. Realisht nuk mundesh, nuk ka shans, as ti si moderatore, si gazetare, as unë si aktore me nda 100% jetën reale, private, me profesion. Se me patjetër e kemi. Ndikon, diçka po, ndërlidhet. Nuk mundemi me u shkëput qatë shumë, se në fund na nuk kemi robot, on-off, me bo jetën. Mirë po, në disa raste caktume është ofenduse, mi thonë dikujt hajtë se te pe bon kështu, hajtë ndryshe jemi të najtë unë edhe ti në emision, ndryshe rrimë unë e ti në shpe kur jemi të këshur film. Se hekim petkën e profesionit, shlirohemi pak, i veshim do tesha pak ma komode, muhabetin e kemi pak ma ndryshe, apo kupton? Gjithë shka dalon, kështu që nuk është kjo, përkundrazi, unë e mendoj që aktorët janë disa persona që realisht janë shumë real në jetë, bile mundohen 100% me nda profesionit në jetën reale. Se është shumë e vështirë për një artist, për një aktor, me qajt, me qesh kur i kërkohet. Edhe jeni të ndjeshëm kështu? Jeni e ndjeshme jo personalisht? Jemi. E di që në përgjithësi... Si persona janë shumë më të ndishëm, artistat në përgjithësi. Ok, kemi folë bajagi kështu gjatë dhe për pjesën e aktrimit, e shumë sfidat ndryshme, po të kemi qëndresën bashkë, du më të pytë raportin me muzikën, Blerina, the që videoklipet nuk mungojnë edhe në vetur kur jetu muzikë. Po du me ditë, angon heq muzikë, që ka ma shumë, qëfar genre, në artist favorit, hajtë të rëgon pak. Unë jam pak e miksume. Nëse kam problem që, nejse në për kufina janë kombinati që kanë na duhet me ndalë muzikën. Unë ka ndodhë një rast isha të ngu të madhe një lirë Shaqirin, baci një lirë, edhe e preferoj muzikën e ti shumë. Jemi rritë me kongë të i lirit, gjithmonë. Edhe isha të shku në prova në Preshev. Edhe ta shkufini është me sërm. Edhe mu da është me ndalë muzikën, edhe ishtë në farinati i kombit. Që drejke pak, o zëtë, se du na me nalë në bashkë këto. Jo me nalë, krejt, bile pak në sfond me uni i lirit u knu, po gudzimi pak i do. Të që jam miksoj për këtë muzikës, nuk e kam të ndame kështu, kërësisht i ndoj gjitha zhandret, kam qef kur ka artistat mirë, e prodhojnë këngë të mira, që na me mujtë me u knaq kënej, që në kolona, në shpe, në dasma, na i në gjithë ndryshme, pse jo. Viti 2025, Blerin, po du më ndalë, jemi në fund, me ty po përfundojmë edhe këtë rukëtim, të viti 2025, pa dyshëm, të emisionit një natë, me të mirat, me të këqijat, me të sfidat, për janari drejtash në djetor, po du me ditë në përgjësi, me disa fjallë, që shke?